Për më shumë se 2 orë, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Shqipëri kanë zhvilluar një takim informues me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Shefi i opozitës që shoqërohej nga deputetët Damian Gjiknuri dhe Ditmir Bushati, pas takimit u shpreh se zgjedhjet dhe retorika nacionaliste ishin në qendër të bisedës me diplomatët e huaj. Lidhur me zgjedhjet, lidhur me ekonominë dhe lidhur me të ardhmen e Shqipërisë si një forcë që për ne duhet jetë zëdhënëse e europianizimit të rajonit dhe sigurisht edhe e një aspirate europiane që në asnjë mënyrë nuk duhet të cënohet prej retorikave të një nacionalizmi tërësisht primitiv, cili i ka ikur koha me vakt. Rama nuk harroi të sigurojë shqiptarët se pas këtij takimi, vota e tyre në 23 qershor do të jetë edhe më e sigurt se më parë. Të nënvizoj për të gjithë ata që në Shqipëri janë të interesuar që vota e tyre të mos cënohet dhe çdo vot numërohet ndeshmërisht, se jemi në një proces ku mund të themi me plot gojën që çdo shqiptar që do Shqipërinë Europiane përmes zgjedhjeve të lira nuk është vetëm, por ka shumë miq rreth rrotull, miq të mëdhenj që nuk do ta lënë Shqipërinë vetëm këtë herë. Ndërsa ambasadora gjermane tregoi se në takim ishte folur edhe për shqetësimet e biznesit të huaj në Shqipëri. Well, he explained his point of view. Ai na shpjegoi këndvështrimin e tij dhe programin e Partisë Socialiste. Ishte tepër i qartë për çështjet kryesore dhe qëndrimin e tij mbi retorikën nacionaliste, si dhe për zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu folën për problemet e ndërmarrjeve të huaja dhe ato vendase. Takimi zgjati 2 orë dhe ai na shpjegoi këndvështrimin e tij dhe bëri bindshëm këtë. Nga ana e delegacionit Komisionit Evropian që ishte dhe organizatori i takimit, nuk u bë asnjë koment rreth tij.